Mirë se keni ardhur në një tjetër video këtu në kanalin tim. Për të gjithë ju që e keni për herë të parë që klikoni këtu, unë jam Bona dhe ky është kanali në YouTube. Ju uroj mirë se erdhët. Sot është ditë e mirë. Unë sapo jam kthyer nga puna, mirë po duke qenë se është shumë po ne menduam që të vinim pak këtu në Peqer dhe të kalojmë pak kohë të lirë. Unë nuk kam për as darkën, as zyrtatik, por që duke qenë se është kohë e mirë, se pastaj edhe nesër kemi kohën e mirë dhe pastaj do filloj që të bie prapshi. Kështu që po, ja ku jemi këtu në Peqer dhe po shijojmë të diellin e ngrohtë. Edhe pse unë nuk po i mbaj dot syt afër, sepse ka goxha diell. Gjithsesi në syet nuk i kam me vete, kështu që po mjaftohemi me këtë që kemi. Kështu nuk e di nëse do të ngjoni mirë sepse fune edhe pak herë edhe afër shtëpisë këtu kemi shumë biznese dhe gjëra kështu domethënë edhe bëhet pak shumë, por që shpresoj që të dëgjohem. Kështu sot ishte një ditë shumë e lodhshme në puna sepse nuk e kishim edhe mësuesen, edhe isha vetëm unë me një mësuese tjetër dhe keni parasysh domethënë që kur mungon njëri nga stafi, çfarë do mama? Edhe çfarë po thoja që e keni parasysh që kur mungon njëra nga stafi, të gjithë fëmijët do të jenë aty me patjetër. Gjithsesi, e kaluam edhe këtë ditë me sukses, edhe ja ku jemi në shtëpi. Sot pata një do ju tregoj kështu domethënë është story time tani. Thoja që story time shkova tek infermiera e shkollës sot, sepse një nga fëmijët tha nuk ndiheshe mirë, edhe sapo hite zyra, as nuk fola fare. Dhe më thotë direkt, je shqiptare? Po i thash unë, edhe unë tha. Kështu gëzohem, më tregova emrin, edhe pastaj po i tregoja problemin domethënë që kishim te shkolla. Po tani po mendoja, po i flisja atyre kolegeve të mia të punës, se po i thosha që sapo hyra aty as nuk fola fare dhe direkt më njohu, më tha që ai është shqiptare. Paka shumë ne shqiptarët e njohim njëri tjetrin domethënë, unë edhe sidomos moshat pak më të vjetra, kur jam në makinë dhe i shikoj qoftë edhe nga mbrapa, me njëri tim Aleksi që shiko sa ata dy janë shqiptarë dhe ashtu dalin. Moshat e reja pak më pak domethënë, por që prap nuk e di, neve i njohim njëri tjetrin, nuk e di mbase është stili i të veshurës apo mënyra e qëndrimit, nuk e di. Kemi diçka domethënë që e njohim me njëri tjetrin sapo thjesht sapo e shikojmë në fytyrë pa folur fare. Po që nuk e di, kur po vinte domethënë ora e fundit dhe shkoj në banjë dhe shikoj, që mendoja tani nga më njohu kjo, kur shikoj varsën time, siç mund ta shikoni këtu, edhe e keni parasysh domethënë gjithë ne shqiptarët që jetojmë jashtë kemi varse të tilla me simbolin e flamurit. Dhe atyre kuptova tash, ja ku më paska njohur edhe pse nuk i fola fare domethënë, po që jam shumë e lumtur kur sidomos në punë, sepse jam gjithë kohën duke folur anglisht, edhe shikoj njerëz që janë shqiptar. E sidomos kur jemi në profesione të tilla, si për shembull mësues, infermier, jemi kudo në shqiptarët. Edhe më bëhet shumë qefi që kudo që jemi njerëz të kulturuar, njerëz të edukuar, njerëz që e duam diturinë si të thuash, edhe kjo është gjë shumë e bukur. Edhe lumturojmë shumë kur ne takojmë njëri tjetrin dhe i japim si të thuash, i themi që shiko se edhe unë jam shqiptare, ose fillojmë flas me njëri tjetrin. Jep shumë lumturi kjo gjë. Nuk e di, mbase nga që nuk shikojmë shumë nuk e di, mbase nga që kemi shumë mall, sepse jemi larg edhe shumë pak takojmë njerëz që janë nga vendi jonë. Edhe kështu po që më lumturoj shumë kjo gjë. Edhe thjesht doja që t'ja u tregoja edhe të ndaja dhe me ju. Tani, çfarë po bëni? Tani do rrim edhe pak këtu në Peqer, sepse më duhet që t'ikej edhe të bëj darkën. Ora po shkon 4:30, fëmijët i kam marrë një nga këto si punë shkovate le të themi, që e mbush me ujë dhe luajnë aty kënaqen. Dhe gjithashtu në momentin që më foli shqip, unë ngela domethënë. Nuk e di edhe a ju ndodh edhe juve kjo gjë, por që sa herë që nga që nuk e di, nga që në punë jam gjithë kohë duke folur anglisht, edhe në momentin që dikush tjetër më flet shqip, unë ngelem.
jo se nuk di të flas shqip, se normalisht shqipen mi ta flas shumë mirë, edhe në shtëpi me Aleksin me fëmijët flasin gjithkohë shqip, por që nga që nuk pun flasin gjithkohë anglisht dhe dikush tjetër më flet shqip, ngelem kështu dhe sa ta mbledh pak mendjen, domethënë edhe të pasaj të filloj të flas shqip me atë person. Nuk e di, më ndodh vetëm mua kjo apo ju ndodh juve, sepse ndonjëherë më duket sikur haroj ndonjë fjalë në shqip, edhe e them anglisht dhe pastaj këtë po I thosha te Alex një ditë që nuk më vjen fjala në shqip, nuk më vjen në anglisht edhe nuk e di se kush jam tani. Se jam nuk jam amerikane, por ndonjëherë më duket sikur nuk jam as shqiptare, jam midis të dyjave domethënë. Normalisht unë jam shqiptare, por që kur vjen puna tek gjuha, nga që I flas të dyja edhe ka shumë raste që ngatrohem me këto. Ju ndodh edhe juve kjo gjë apo jam vetëm nuk e di. Më shkruani në komente. Kjo është edhe darka e fëmijëve. Alesios I kam dhënë bëra pilaf me kastraveca dhe rush, kurse Angelos e kam shoqëruar edhe me mish të grirë pule sepse ka shumë qejf. Edhe kjo është darka jonë për sot. Na bëf të mirë. E mirë Angelo? Mirëmëngjes! Nga një ditë tjetër, u bën disa ditë në fakt që nga dita e fundit që unë nuk kam filmuar, por që kemi qenë të zënë me punë, me fëmijët, life gets busy, kështu që sot unë dita e fundit që filmova më duket ishte martë, sot është ditë e shtunë, edhe tani kam lënë një takim për vetullat, kështu që po iki aty tani dhe pastaj pas asaj po mendoj që të shkoj edhe në supermarket që të marr ushqimet e javës. E kemi nisur ditën kështu sot plot gjëra për të bërë domethënë, edhe juve do t'ju marr me vete, kështu që le të ikim. Mbaruam punë edhe me vetullushkat, jam pak të kuqe tani domethënë, po që e keni parasysh ju kur I heq kështu bëhen. Nuk e di për juve, por për mua kur vi qoftë kur bëj vetullat ose kur bëj flokët, është kaq relaksuese, është thjesht terapi më vete, dhe mos ajo muzika aty, nuk e di domethënë. Gjithsesi, tani mbarova punë këtu edhe më duhet të ikë shpejt në supermarket sepse kam vetëm një orë kohë dhe nuk mund të vonohem dot më shumë, kështu që ikim. Për këngët popullore. Kam thënë njëri tjetër më përpara, por unë vdes për këngët popullore. Më ka futur mami në gjak që kur isha e vogël. Edhe ka qenë e re, mund të ketë qenë tek të 40-at e saj, mirë po mua më dukej kush e di sa e madhe ishte dhe nuk e di po I mbani mend ato majtofonat që ishin me kaseta dhe mami time blinte
Linte kaseta me këngë popullore, duke bërë punën, duke dëgjuar këngët popullore dhe mua mi ka futur në gjak, nuk e di, edhe të dua unë tani që dëgjoj këngë të tjera, thjesht nuk dëgjoj dot. Jo se nuk më pëlqejnë, por që këngët kur dëgjoj këngë popullore është një tjetër vibe nga ato këngët e tjera të huaja ose çfarë do lloj këngë tjetër që tjetë, domethënë. Edhe unë jo vetëm tani që po e bëj, domethënë kur ngjerë në mëngjes bëj punë të shtëpisë dhe muzika me këngë popullore në fund, po që edhe kur isha në një moshë më të vogël, domethënë tek të 20-tat e mia, edhe më shpejt, edhe më përpara, hapja televizorin në fund edhe vetëm dëgjoja këngë popullore duke bërë punën, ndërkohë që motra ime ishte si motra e vogël, flinte gjumë, edhe nuk ngriheshe deri në orën 10 të mëngjesit, kështu që unë njëra bëja edhe nga inati për ta ngritur që të ndihmonte me punën. Pavarësisht të gjithave kanë qenë kohë shumë të bukura edhe sa do doje që ta ktheja kohën mbrapsh. Dhe doja që t'i thoja që ju që i keni motra të vëllezërit afër dhe mund të shikoni përdit jeni shumë e fat. Tani do thoni ju ti vetë bëre zgjidhjen që të largohesh nga Shqipëria dhe në të njëjtën kohë edhe larg prindërve dhe motrës tënde. Po, vetë bëra, por që janë fate, janë gjëra që neve nuk i parashikojmë dot, kështu që juve që jeni afër, shijojeni se motra dhe vëllezërit do të thoja unë janë best friend for life. Kështu që shijojeni. Edhe snaku i fëmijëve për mëngjesin, portokalle, rush edhe marshmallow covered me chocolate. Edhe ja. Do e bëj një supermarket haul me këto gjërat që bleva, sepse nuk kam nerva që t'ja tregoj ti marr gjitha punëtorët dhe t'i tregoj një nga një, sepse siç e shikoni është e gjithë tavolina plota për plot. Të gjitha këto kushtuan diku $200 fix, domethënë. Kem marr ullin. Këto këtu janë shumë të mira sepse janë të plot, të mëdhej edhe ka një shije fantastike. Mora këtë marinara sas, këto chocolate chip janë për fëmijët edhe janë me granola bars, janë shumë të mira dhe këto jep palesës për në shkollë. Chocolate chips, broccoli, English muffin, këtë lëngun e pulës, lështryde, buk, piceta, mora këtë salcën që është glaze me aceto balsamico edhe besoj që do jetë mirë, nuk e kam provuar akoma, po që dua të bëj nga ato brusketat me domate dhe me mozzarella, kështu që prandaj e mora. Mora boronica, këto beglat e vogla, Brussels sprouts, se nuk e di si ti quaj në Shqip këto, se kam iden se si e kanë emrin. Rush, tomate, curry cheese, avokado, makarona, mora patate të kuqe ose patate të ëmbël, ndryshe, kastraveca, portokalle, mora steak, ground beef, vez, mora këto brinjët e mishit, mora këto janë turkey burgers, si do Aleksi për në punë edhe thash të provojmë një herë. Mora këto pijet që janë me gaz, është sparkling water. Këto mishra që marrë gjithmonë domethënë. String cheese për Alesion, këto janë yogurt e squeeze, gjalp, ca perime të ngrira që janë mixed. Hash brown, mora këtë lloj lava cake, e quajmë ne këto i për shumë të mirë, nuk e di se si do jetë kjo, se kam provuar një herë, por që besoj që do jetë e mirë, sepse unë e marr gjithmonë në Dominoja, në pizza dhe janë super të mira. Mora këto, edhe kjo është si po sparkling water, por është me flavor me lështryde. Mora dhe këto sausage për hot dog, edhe dumplings. Këto janë me chicken. I kam shumë qef, janë shumë të mira. Edhe paka shumë këto janë gjëra. Tani do vendos në përbënde edhe me drekën mbarova edhe bëra ca brinj, nuk e di çfarë quhen ato. Brinj, por që janë mish
deri apo nuk e di si ta quaj ndryshe. Gjithsesi, me rroba me ato kam edhe pilaf aty dhe këtë do ham për drek, por duke qenë se isha këtu duke bërë pak këtë rutinën time të mëngjesit, thash që të tregoja disa nga produktet që unë i mora herën e parë, më duket se ja tregova, por që thash janë produkte të reja që nuk i kam provuar ndonjëherë përpara, edhe do t'ju them se si shkojnë me fytyrën time, nëse më pëlqejnë ose jo, kështu që po ja tregoj tani. Fillimisht janë këto cotton rounds që janë për të pastruar make-upin, edhe unë zakonisht marr një lloj firme tjetër, dhe nuk e di se çfarë lloj firme është ajo, se nuk e mbaj mend me thënë të vërtetën, por që ajo më pëlqen më shumë sepse ajo lloj firme tjetër i ka të dyja anët të buta, kurse kjo siç mund ta shikoni këtu te kamera, njërën pjesë e ka shumë të ashpër, edhe në një farë mënyre sikur ta vret lëkurën, edhe nuk është se më pëlqen shumë, por që përsëri unë i mora tani dhe do i përdor derisa të mbaroj këto dhe pastaj nuk do e ble. Nëse do më pyesni nëse do e riblija këtë lloj produkti sërish, nuk do e riblija sepse nuk dua që të ma lëndoj lëkurën. Por që po, ky është produkti i parë. Tjetër është ky larësi i fytyrës. Edhe unë zakonisht përdorja atë të Neutrogenës, por që mora këtë herën e parë në Target më duket, edhe është super i mirë, ka këto kokrizat brenda kështu siç mund ta shikoni, edhe është me përbërje vajore dhe lan fytyrën shumë mirë dhe nuk le pik make-upi në fytyrën time. Kështu që nëse do e riblija, po. Nëse do më pyesni a do e riblija sërish, po do e riblija sërish. Tjetra është ky ujë mishelar. Nuk e di nëse e mbani mend kur jo tregova herën e parë që e bleva, por që zakonisht unë merja atë nga Garnier. Edhe ajo është shumë e mirë, por që shkova në supermarket, në Walmart, më duket se e mora këtë, po, në Walmart, edhe pash atë të Garnierit që merr gjithmonë, ai ishte diku tek $12, kurse kjo e Ecote ishte $6, domethënë $6 më pak. Dhe thash ta provoj një herë se nuk i di, domethënë se zakonisht ato firma thjesht emrin kanë dhe nuk është të bëjnë ndonjë punë ndryshe nga të tjerat, kështu që thash ta provoj një herë këtë të Ecotes edhe të shikojmë nëse funksionon ose jo. Dhe më lejoni që t'ju them që është super e mirë, e pastron make-upin në mënyrë perfekte. Edhe kjo është me përbërje vajore dhe i jep lëkurës një si lloj shkëlqimi, butësie pasi e heq make-upin dhe me thënë të vërtetën më pëlqen dhe nuk do rresh se bleri sërish, sepse me të vërtetë që është e mirë dhe më pëlqen goxha. Tjetër është ky kremi i diellit, kjo është për fëmijët, është nga Neutrogena edhe është shumë e mirë, më pëlqen, vjen në formë stiku, siç mund ta shikoni këtu. Edhe nëse megjithëse unë nuk është se ja përdor shumë fëmijëve në fakt, pasi nuk e di, besoj që dhe juve keni dëgjuar, por që thonë që kremrat e diellit nuk është se janë dhe shumë të mira, sidomos për fëmijët. Edhe e përdor shumë rrallë, por që është më thjesht për t'ia vendosur fëmijëve sesa të marrësh atë lloj tjetër, domethënë që thjesht ta vendosësh kështu. Edhe me këtë e bën më fan, le të themi. Eyelineri megjithëse unë i ble, por që nuk i përdor dot kurrë, sepse nuk e di si e bën ju vajza që bën një peneri në mënyrë perfekte. Nuk e di, unë nuk e bëj dot dhe nuk e bëj dot, ose e bëj mirë në ky sy, do e bëj shumë keq te ky tjetri, pastaj e marr e fshi, edhe është domethënë gjitha një procedurë më vete që ta bësh prap make-upin nga e para, kështu që ndonjëherë thjesht e le fare dhe nuk e vendos. Megjithëse më pëlqen goxha që të vendos make-up, por që nuk e vendos dot. Nuk di domethënë si ta bëj. Do marr ndonjë nga ato, nuk e di nëse e keni parë në Shein ose e ka dhe në Amazon, që thjesht e vendos këtu, t'i jep ajo dhe ti thjesht vendos penelin dhe t'i jep formën që do, domethënë. Po do e marr, do e provoj një herë të shikoj se si mund të funksionojë. Po që po. Këto janë ato produkte që unë doja që t'ju tregoja. Edhe tani le të ikim që të bëjmë një kafe, sepse po vdes për një kafe, po shkon ora diku te 12 i drekës, edhe unë nuk e kam pirë akoma kafen e mëngjesit, edhe mëngjesin tani e hëngra. Bëra ca pancakes për fëmijët, për skuqa edhe ca bacon, edhe ato hëngra.
Edhe tani po ikim që të bëjmë një kafe bashk dhe kështu. Në fakt sot po mendoj që të luaj edhe pak flokët, duaj që të bëj vetë në shtëpi sepse nuk kam shumë që vajte të parukira, e dini juve domethënë. Po që mua më del rinja shumë shpejt, ja ku ka dalë këtu domethënë shumë pak, po që ka dalë edhe nuk më pëlqen që ti mbaj kështu megjithëse ndonjëherë kam mbajtur edhe shumë keq, shumë domethënë. Po që po mendoj që t'i luaj vetë në shtëpi sepse kam edhe bojën edhe atë të gjitha përzierjet domethënë që duhet bëj. Kështu që po mendoj ta bëj atë gjë duke qenë se jam në shtëpi sot, në mënyrë që nesër ta kemi ditën të, si të themi, të lirë për të bërë gjëra të tjera, për të bërë gjëra fan. Edhe ja si do lija edhe vetulla. Nuk e di po ju pëlqen juve, por mua më pëlqen sepse i ka dhënë formë edhe shumë pastërti fytyrës. Tani nesër në fakt, unë dhe Aleksi kemi menduar që të shkojmë në supermarket sepse duam që njërën nga dhomat që kemi ta rinovojmë, si të themi, sepse duhet të heqim disa gjëra, duhet të shtojmë disa gjëra të tjera që ta bëjmë sa më të bukur për diçka sa më të bukur. Pse? Më shkruani në komente çfarë mendoni ju se do të jetë, sepse ka lidhje me atë surprizën që ju kam thënë, domethënë përpara ca javësh në videot e kaluara. Edhe po, këtë që do të bëjmë nesër, do të shkojmë në supermarket, të marrim gjëra që na duhen, të rregullojmë dhomën. Nuk e di sa do kem mundësi domethënë që t'ju marr edhe juve në momentin që do rregulloj dhomën, ndoshta do bëjmë një reels në Instagram, kështu që nëse nuk më ndiqni, më siguroni që të më ndiqni edhe aty. Jo me të tërim sigurisht, që ose dëshironi, por që po, këto gjëra do bëjmë edhe tani le të ikim të bëjmë kafen se po vdes për një kafe. Nuk e di për juve, por unë kur isha në Shqipëri nuk pija as edhe një kafe në ditë. Nuk e di, nuk më ka pëlqyer asnjëherë kafja. Mbase nga që neve ishim të fiksuar mbas asaj kafes turke dhe nuk është se kishim shijuar ndonjëherë në lloj kafe tjetër, por në momentin që erdha këtu ka lloj shumë llojshmëri kafesh me shumë llojshmëri flavors, edhe nuk e di domethënë. Po sidomos pasi fillova që të kem përmirësim me dhimbjet e kokës në momentin që pija kafe, sepse normalisht migrena kërkon kafein në mënyrë që të mos të dhimbja aq shumë sa duhet, edhe kështu tani kam filluar që pi nga një kafe në ditë që pinja, pi 2 kafe në ditë, pi një në mëngjes kur i ke në punë për Aleksi, edhe një tjetër pastaj kur vi nga puna, nuk e di, është si punë relaksi, si punë sikur më jep qetësi, le të themi. Kështu që po, më thoni juve, ju pini kafe, çfarë lloj kafe pini, se nuk e di, unë thash, po, le të ikim të bëj kafe. Ja ku është edhe dreka për sot, brinjët janë bërë shumë të shijshme, do i shoqëroj me pak pilaf edhe perime dhe super. No, you're cheating. Jo ashtu. Dën. Wow. Wait, I Çfarë think po bëni that's aty? Oh no. Nothing. Angela, do Are biesh? you going to sleep? Do biesh? Yes. Do vrasësh kokën.
Mëngjes nga një tjetër ditë. Në fakt nuk është mëngjes, është ora diku tek 1 apo 2 drekës, por që nga që neve u ngritëm vonë sot dhe ashtu më duket sikur është mëngjes. Gjithsesi tani kemi ardhur këtu në Walmart, morëm disa gjëra, jemi bashkë me fëmijët dhe me Aleksin, edhe tani do ikim në shtëpi. Ja ku erdha në shtëpi dhe tani dua që t'ju tregoj disa nga gjërat që bleva në supermarket. Janë gjëra për shtëpi dhe disa gjëra personale për veten time. Kështu që le të fillojmë me këtë supermarket haul, le të themi, ose nuk e di se quajmë ndryshe. Mini haul. Mora këto aromat për makinën, është me këtë aromën e pine trees, të thoja unë, që më ban si aroma e pemës të Krishtlindjeve, por që unë vdes për këtë lloj arome edhe prandaj e mora. Është shumë e mirë. Tjetër mora këtë lulkën këtu që është artificiale, por që është shumë e bukur, edhe kjo ishte më duket vetëm $6, nuk e ka çmimin këtu, po më duket se aq ishte. Edhe është shumë e lezetshme, kishte në ngjyra të ndryshme, kjo ishte e bardhë, kishte një ngjyrë si punë si ta them, si ngjyrë kafe, kishte edhe një jeshile, por që mua kjo më pëlqeu, sepse dhe kombinimi i ngjyrave jeshile me të bardhën edhe këtë pjesa këtu kafe që është poshtë, janë shumë të bukura edhe prandaj e mora kështu. Jastëk. Shpresoj që t'jeti mirë, sepse unë jastëkët i kam shumë problem në fakt, edhe dua që t'jenë sa më të butë, sepse ka disa jastëk që janë goxha të fortë në përmbajtje edhe ngrihen gjithmonë gjatë gjithë kohës, po përdor ato lloj jastëkësh, ngrihen me dhimbje koke, me dhimbje qafe, edhe besoj që ky t'jeti mirë. Tjetër mora këtë setin e çarçafëve, vjen me atë mbrojtësen poshtë, domethënë që mbulon dyshekun, me çarçafin sipër edhe me 2 këllëv. Isha që të merrja një lloj tjetër që ishte me ngjyra me lule, domethënë si për këtë stinën pranver-ver, por që nuk gjeta për krevatin tjetër, se nuk e kam për krevatin e dhomës time, se ky krevati këtu është king, kurse krevatin e dhomën tjetër, të Alesios është full. Edhe vetëm këtë gjeta, po dhe kjo nuk është keq domethënë, sepse kombinimi i këtyre të dyve ngjyrave është shumë i lezetshëm, ja vjen me këtë punimin kështu. Edhe është goxha i lezetshëm dhe thotë që është 100% koton, domethënë pambuk. Edhe shpresoj që të na bëj punë. Edhe gjërat e fundit pastaj që mora janë gjëra personale për veten time. Mora këto point falso, që janë këtu, ja kam treguar deri së tjerë, nëse dëshironi që t'i provoni, mund t'i bëni një screenshot, edhe janë me vërtet shumë të mirë, i kanë gjitha gjërat brenda domethënë. Kanë ja ku i tregon edhe këtu. Edhe janë shumë praktike dhe shumë të lehta për t'u vënë. Dhe zgjasin, mua më zgjasin për gati 1 muaj, por edhe sikur të bjerë në një, domethënë thjesht e zvendëson, sepse nuk ka vetëm këto që shikoni këtu, por ka edhe shumë të tjera brenda, kështu që mund t'i zvendësosh. Edhe mora këtë ngjyrën butter yellow, sepse është shumë në sezon tani, jo vetëm për thonjt, por edhe për çdo lloj gjëje tjetër. Edhe shpresoj që të ri mirë. Tjetër mora këtë lloj si punë jo pudre, le të themi, kjo përdoret domethënë përpara se vendosësh make-upin. Edhe shpresoj që të më ndihmoj, nuk kam përdorur ndonjëherë nga këto lloj, por që duaj që t'i japi fytyrës time pak sa shkëlqim domethënë kur vendos make-upin, edhe shpresoj që kjo të bëj punë. Kishte në ngjyra të ndryshme, por unë mendova që e përdora tek dora dhe mendova që kjo përshtatet më shumë me ngjyrën e lëkurës time. Dhe gjëja e fundit që mora pastaj është edhe ky peneli për ky peneli që vjen është nga firma Revlon, edhe është i vetmi që mua më bën punë, sepse vjen në këtë formën e kam marrë penelin e gabuar. Po shkoj që të marrë tjetrin, sepse kam marrë këtë që unë nuk e përdor dot fare. Shikoni se si është ky. Ky vjen në formë liquid, kështu domethënë, por që nuk e di, nuk e bëj dot. Edhe vjen në të dyja format, vjen në këtë, vjen edhe në këtë me laps, kështu. Por që nuk e doja këtë dhe mora një tjetër, kështu që po shkoj ta marr atë dhe t'ja u tregoj. Domethënë, gjëja e fundit që mora është ky peneli këtu. Ky është nga firma kjo është nga L'Oreal, edhe vjen në këtë formën kështu. Të tregoj këtu. Vjen në formë lapsi, edhe është shumë herë më e thjeshtë se sa ajo tjetra që vjen në formë liquid,
Edhe nuk e di. Shpresoj që të më bëj punë edhe ta bëj edhe unë penelin ashtu siç dua, sepse nuk e bëj dot kur asnjëherë ashtu siç dua. E provova madje edhe çfarë, por nuk e bëra dot. Edhe thash lere më mirë se thjesht do kallëngjoz syt. Le ta provojmë nesër mëngjes kur t'i ke në punë edhe po. Këto ishin gjëra që unë pak a shumë mora, edhe tani nuk e di, tani jam duke gatuar për të gjithë javën. Kam erdhur nga ora 4 në shtëpi, 3 fare. Kam filluar që të gatuaj edhe akoma nuk kam mbaruar. Pura perimet, pura mishin e pulës, pilafin, tani duhet të bëj misht e grirë, duhet të bëj edhe ca sweet potato në furrë. Edhe kam 100 gjëra për të bërë edhe ora është diku tek 6 mbasdite e besoj që derisa të gjuh me këtë punë do merrem. Gjithsesi, le të ikim që të marrim punë me ato se po ndonjëna këtu që të flas nuk kam pushuar, kështu që le të ikim. Këto janë ato që kam gatuar deri tani, janë qofte pule bashkë me brokoli, do t'i bëj me limon, me pak vaj ulliri, krip edhe pak piper të zi dhe tjetër gatuar këto Brussels sprouts, i kam vënë në stim dhe pastaj do i skuq në tigan me ca erza, krip, limon edhe gjëra kështu. Tu kam bërë edhe pilafin. Këto Brussels sprouts tani nuk e di si i quajmë në shqip neve këto se kam iden fare. Mos mendoni që unë nuk di shqip, po thjesht unë se kisha idenë që këto ekzistonin kur isha në Shqipëri. Kështu që po, nuk e di se si e kanë emrin në shqip. Po gjithsesi. Këto i kam bërë me pak krip, pak piper të zi, me i skuqa me gjalp, ndërkohë që edhe i zjeva më përpara, dhe i hodha pak soy sauce. Shpresoj që të dalin të mira edhe të le pak se të bëhen pak kërce dhe pastaj do i vendos në vend. Këtu janë 2 meals, domethënë që Aleksi ha gjatë ditës. Pilaf, Brussels sprouts edhe kjo si punë hamburger me pulë. Fajza diqa, ndërkohë që e dila do të jetë ditë pushimi, ditë relaksi. Po vetë ora 7 dhe akoma nuk kam mbaruar, ja tani duhet të shoj patate. Lodha. Ja ku janë edhe patatet e ëmbla këtu, i bëra me pak vaj ulliri, pak krip, pak piper të zi, edhe tani do i fus në furrë. Dhe gjë e fundit që kam për të bërë pastaj janë edhe është edhe mishi i grirë. Ja dhe këto Brussels sprouts këtu dolën shumë të mira, kanë një shije shumë të mirë, soy sauce i dha shije fantastike. Edhe po, le t'i fusim në furrë tani. Pizza sot tek Peppercorn, por shikoni se sa i madh që është ky kartoni. Do me thënë, kjo pizza është diku tek $20, por që 4 veta edhe më shumë hanë. Sot për shembull ishte edhe babi Aleksit, kështu që mjaftoi për të gjithë, për 5 veta. Edhe janë super të mira, po që thjesht doja t'i tregoja kartonin, domethënë shikoj se sa e madhe që është. Oh my god. Në grirë e bëra me skuqa, pak me vaj ulliri dhe pastaj i hodha pak gjysmë lugë gjelle krip, pak piper të zi, i hodha edhe atë salcën që u tregova që është me domate, me qep edhe hudhra dhe i hodha pak ujë dhe tani do e lej që të zjej. Këtu janë të gjitha gjërat që ka brenda paketa e thonjve, është kjo fleta me instruksionet, pastaj është një picet që duhet pastrosh thonjt përpara se të vendosësh. Këtu është ngjitsi që është shumë i mirë, edhe pastaj këtu është kjo që mund ta përdorësh nga të dyja anët. Edhe kjo si punë kunje, domethënë që duhet të përdorësh për të shtyr pak a shumë lëkurën, edhe këtu janë gjitha thonjt, nuk kanë vetëm atë pjesën e vogël, por kanë të gjitha janë shumë të mëdha.